Turizmi në Shqipëri një rritje jo vetëm në shifrat e turistëve që e vizitojnë nga viti në vit, por edhe sa ata po qëndrojnë më gjatë. Të dhënat e strukturave akomoduese të publikuara nga Instat tregojnë se në muajin prill 2025 u shënua rritje e ndjeshme e vizitorëve dhe netqëndrimeve, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Sipas Instat, netqëndrimet gjithsej për turistët e huaj që vizituan Shqipërinë gjatë muajit prill rezultojnë se u rritën me 23%. Referuar statistikave, në prill të vitit 2025, shumica e vizitorëve që u akomoduan në strukturat pritëse në Shqipëri erdhën nga Italia 16%, Kosova 14% dhe Gjermania 8%. Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar kontribuan përkatësisht me 7% dhe 6% të vizitorëve, ndërsa 49% e tyre ishin nga vende të tjera. Të dhënat reflektojnë prirjen e rritjes së turizmit hyrës nga tregjet kryesore të rajonit dhe Europës. Gjatë kësaj periudhe, thekson Instat, fluksi turistik duket se ka qenë i shpërndar kryesisht në rajonin qendror. Sipas Instat, rritja më e madhe e vizitorëve jo rezident u shënua në zonat jo bregdetare me 8.5%, pasi kjo periudhë korrespondon me periudhën e dimrit dhe të pranverës.